Njerë ka ma lypi shumë rëndë dhe ja bëra. Ishte ora 3 e mëngjesit kur telefoni më ra. Zhurmë e mpret shqeu një ëndër të turbullt, duke me lënë të shtrirë në errësirë, me zemrën duke rrahur shpejt. Telefoni i zilës ishte ai i shtëpisë, i bardhë, i vjetër, me spirancë që gjithmonë tingëllonte disi si alarmi anijes. Alo? Përgjigja me zë të pambrojtur nga gjumi. Martin. Zëri në anën tjetër ishte i dobët, i thyer, i mbushur me një shqetësim kaq të thellë sa më bëri të ulej në shtrat. Martin, ti je psikolog apo jo? Ishte Elona, gruaja e ish kolegu tim të universitetit, Adrianit. Kisha takuar disa herë në darka, një grua elegante në të 40-tat e para, me një buzëqeshje të rehatshme dhe sytë që vëzhgonin gjithçka. Adrian dhe unë kishim humbur kontakt disa vjet më parë, pasi ai ishte zhvendosur për punë në një qytet tjetër. Po Elona, unë jam. Çfarë ndodh? Ku je Adrian? Një hezitim i gjatë. Vetëm fryma e saj e rëndë mund të dëgjohej. Adrian, nuk është më me ne. Fjalët ranë si gur në barkullimin tim të brendshëm. Vdiq, 6 muaj më parë. Kancer. O, Zot, Elona më vjen shumë keq. Martin më ndërpreu me një urgjencë që thuri barkullimin tim. Më duhet ndihmë. Tani, këtë natë, ju lutem. Shikova orën, 3:17. Çfarë lloj ndihme, pyeta, duke u veshur tashmë, duke ditur se përgjigja do të vinte edhe para se ta dëgjoja. Fëmijët nuk flen. Unë nuk mund ta bëj më. Nuk di ku të kthehem dhe ju keni punuar me fëmijë apo jo, me dhimbjen e tyre. Kishte të drejtë. Doktoratura ime dhe puna e parë ishin përqendruar në trajnimin e fëmijëve. Po ku je? Ai më dha adresën. Një lagje në anën tjetër të qytetit, një orë larg. Vi, i thash. Rruga në mes të natës ishte e shterur, rrugët e zbrasta, dritat e sinjalizimit që ndryshonin nga e gjelbër në të kuqe në vetëtim, duke ju përgjigjur askujt. Mendimet e mia u vun në rrotullim. Pse më kishte thirrur mua? Pse një ish njohës i largët, jo një mik i afërt? Pse këto orë të natës? Shtëpia e saj ishte një vilë e vogël e ndar, e zbehur në dritën e hënës. Drita e ndezur e balkonit të përditshëm, duket sikur ishte ndezur ditë të tëra. Trokitja ime u përgjigj menjëherë. Elona dukeshte shkatëruar, flokët e saj të zinj, zakonisht të përpunuar, tani ishin të lirshëm dhe të çrregullt. Syri i saj kishte një shikim të fiksuar, të frikshëm që e njihja shumë mirë, shikimin e një njeriu që kishte kaluar përtej lodhjes dhe kishte arritur në një hapësirë të tretë të ekzistencës. Ata janë lart, tha ajo, pa asnjë përshëndetje. Të dy. Drita është ndezur. Ata nuk flen për 2 net me radhë. Unë e përqafova, thjesht e përqafova. Ajo u ngurtësua për një moment, pastaj u shem në krahët e mi, duke u dridhur si një gjethe në dimër. Më vjen keq, përshpëriti ajo. Nuk dija se kujt i telefonoja. Jam i lumtur që më telefonove, i thash me sinqeritet. Nga brenda dëgjoheshin zëra të lehta, zërat e fëmijëve, një djalë 8 vjeçar dhe një vajzë 5 vjeçare, sipas kujtesës sime, por nuk ishin zëra loze. Ishin biseda të qeta, serioze, pothuajse si dy të rritur. Hyr, tha Elona, duke më çuar brenda. Shtëpia kishte një ndjenjë të ngrirë, pavarësisht se ngrohja funksiononte. Nuk ishte ftohtësia e ajrit, por një ndjenjë ngrirë emocionale. Fotografitë e Adrianit ishin kudo, në dollap, në mure, në rafte. Në disa prej tyre nëna u dukej sikur po buzëqeshte, në të tjerat shikimi i saj ishte i errët, si të mos ishte fare atje. Ela, Leo. Mama solli një mik, thiri Elona duke u ngjitur në shkallë. Kamarja e fëmijëve ishte e ndezur me dritë të fortë. Të dy fëmijët ishin ulur në krevatin e vajzës, të mbështjellë në një batanie të madhe. Ata nuk dukeshin të friksuar. Ata dukeshin të lodhur, shumë të lodhur, por me sy të hapur dhe të vigjil. Ky është Martini, tha Elona. Ai është një mik i babait tuaj. Vajza e vogël Leo më shikoi me interes. A e njeh baban tim? Po u përgjigja, duke ulur në dysheme në nivelin e tyre. Ne kemi qenë koleg. Ai më tregonte shpesh për ju. Tregonte? Pyeti Ela. Si djali i madh. Si të thuash se është e kaluara. Elona solli dorën në gojë, por unë i përgjigja me qetësi. Po, sepse babai yt tani është në një vend tjetër dhe ne kujtojmë për të. Kur tregojmë histori rreth tij, ai bëhet pjesë e tyre përsëri. Heshtje. Pastaj Leo tha: "Nuk duam të flem, sepse kur flem, babai vjen në ëndra dhe kur zgjohemi ai ikën përsëri dhe kjo është më e keqe." Elona u përkul si të ishte goditur, nuk e kishte kuptuar këtë. Ajo kishte menduar se ishte frikë, ankth, dhimbje, por ky ishte një mbrojtje ndërgjegjshme.
Fëmijët po refuzonin gjumin për të shmangur dhimbjen e rizgjimit. E kuptoj, thash, kjo ndjenjë kur zgjohesh dhe diçka e bukur ka mbaruar, është shumë e vështirë. Po, tha Ela, kështu që ne thjesht jemi zgjuar dhe flasim për të, dhe më pas nuk na duhet të zgjohemi dhe të kujtojmë. Nga ora 4 deri në 6 mëngjesit, ndenja në të dhomë fëmijësh. Nuk u bëra psikolog, u bëra dëgjues. Ata më treguan çdo detaj rreth babait të tyre, se si ai bënte petulla në formë kafshësh, se si këndonte keq me zë të lartë në dush, se si e kishte një pikë të çuditshme në veshin e majt. Ata më treguan edhe për sëmundjen, makinën e shurdhër, që vinte në shtëpi për ta marrë, erën e çuditshme të spitalit, mënyrën se si zëri i nënës së tyre filloi të bëhej më i hollë dhe më i largët. Elona ndej një pranderës duke dëgjuar melot që rridhnin pafund dhe pa asnjë zë. Kur drita e parë e mëngjesit filloi të filtrohet përmes të çarrave të roletave, Ela dhe Leo filluan të bëheshin të ngadalt. Sytë e tyre u bën të rënd, fjalët u bën të rralla. Unë mendoj, thash, se baba juaj do të dëshironte që ju të flinit, sepse ëndrat nuk janë vendi ku ai jeton në kujtimin tuaj, dhe kujtimet janë aty, edhe kur ju jeni zgjuar. A do të vish përsëri? Pyeti Leo duke fshehur syt nën batanie. Kurdo që të doni, premtova. Ata shtypën dorën time dhe mbyllën syt. Jo menjëherë, por ngadalë, duke u përballur me frikën e tyre. Elona më çoi deri tek dera. Si mund të të shërbej? Pyeti ajo me zë të thyer. Nuk ka as problem, u përgjigja. Më telefono, sepse kisha nevojë. Njerëzit ndonjëherë e din këtë, edhe nëse nuk e kuptojnë. Ajo tundi kokën. Adrian, ai gjithmonë thoshte se ti ishe i vetmi që e dëgjoje vërtet njerëzit. Thoshte se syt e tu nuk gjykojnë, thjesht marrin. Më ndërprehu. Do të kërkoj përsëri, tha ajo. Ndoshta jo në mes së natës, por fëmijët do të jem këtu, premtova përsëri. Kur u ktheva në shtëpinë time, dielli po linte. Ndesha në shtrat, por nuk mundesha të flija. Në vend të kësaj kujtova Adrianin, të qeshurit e tij të madh, mënyrën e tij së shpejtë për të ecur, mënyrën se si ai gjithmonë sillte një libër me vete. Dhe e kuptova pse Elona më kishte thirrur mua dhe jo një mik më të afërt, sepse ndonjëherë, kur dhimbja është aq e fortë, ne duam dikë që është mjaft afër për të ditur, por mjaft larg për të mos mbajtur një histori të përbashkët që na kujton se çfarë kemi humbur. Dikë që mund të vijë në errësirë, të dëgjojë dhe pastaj të largohet, duke lënë hapësirë për atë që mbetet. Ajo natë më kërkoi t'i bëja një punë shumë të rëndë, të hyja në dhimbjen e saj dhe të nxjerrja fëmijët e saj nga ajo. Dhe unë e bëra, sepse ndonjëherë puna më e rëndë është thjesht të qëndrosh në errësirë me dikë dhe të mos bësh asgjë, përveç se të marrësh frymë me ta, derisa ata të mësojnë përsëri se si ta bëjnë vetë. Dhe nganjëherë, ajo është dhurata më e madhe që mund të japim, të pranojmë të jemi të dobishëm, edhe në orët kur ndihemi më të padobishëm.